Ju mori malli e Iglitaku rikthehet në ekran, ja ku do e shohim në Top Channel. Spektakli më i madh i humorit në historinë e skenave dhe televizioneve shqiptare ka ardhur në sezonin e 43 me përvojë, energji dhe freskinë e tij, duke garantuar sukses të padiskutueshëm. Mbi një mishfaqe në 20 vite dhe mbi mira orë spektakël mbushur me të qeshura e duart trokitje, ky sezon i 43 ka sjellë edhe simbolikën e madhe të semaforit ngjyrë portokalli, i cili prej vitesh mbante në dilemë ndalimin apo ecjen përpara. Aktorëve më të shquar të humorit shqiptar do t'i bashkohen dhe emra e personazhe të rinj që me batuta dhe historinë e tyre do bëhen pjesë gazmore e gjithë familjes shqiptare. E tashmë është zyrtarizuar edhe një hyrje tjetër ku flitet pikërisht për Iglitakun, e cila është ftuar në shfaqjen e 30 prillit në Portokalli. Eglin do ta shohim totalisht ndryshe edhe pse shpeshherë ka qenë serioze në rrugtimin e saj të Big Brother, teksa në skenën e ekranit të madh të Top Channelit duket se ajo do nxjerrë anën e saj të qeshur. Nga ana tjetër, Egli e pyetur në një intervistë pas mbarimit të Big Brotherit ka ardhur edhe një indicie se ku mund ta shohin fancat, teksa tha: "Unë kam një projekt në kokë, kam punuar që para se të hyja në Big Brother, nuk duhet të tregoj më shumë pasi duhet të bisedoj me pronarët e Topit të shfaq idenë time. Shpresoj që Topi, siç më ka mbështetur deri në tani, të më mbështesë edhe në vijim. Dua ta ndaj sa më parë projektin me fancat, sapo ta bisedoj dhe të qetësohem disa kohë", u shpreh Egli, që ka bërë kurioz fansat e saj. Ndërkaq do e shohim për herë të parë edhe në shfaqjen e Portokallist në 30 prill.